Përshëndetje, ku jemi këtu me parashtrimin e datës 7. Data 7 mars të 2025 është një ditë që vërtet ka të mirat dhe vështirësitë e veta, por është edhe një ditë e veçantë, do të thotë dita e mësuesve, gëzuar festën e 7 marsit. Një nga mundësitë dhe çështjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me ekonominë edhe disa takime të papritura ndodhin shpesh në lidhje me çështjet ekonomiko-financiare, sepse ose diçka që mund të diktoj ose të realizoj me qenë se ndikimi i hënës, sepse hëna sot ndodhet në shenjën e binjakëve, ku formon dhe i katërkëndësh me lidhjen veriore, ku këtu ka të bëjnë tek peshqit, sepse Neptuni tek peshqit është energjia që mbizoterimi dhe disa gjëra që mund të ndikojnë në lidhje me keq interpretimin ose keq informimin. Prandaj duhet pasur kujdes në këtë aspekt, mos të nxitoheni, sepse nxitimet nuk sjellin dobi, por përveç se probleme. Por gjithashtu kujdes, bëni shenjat, janë binjakët, virgjëresha, shigjetarët, peshqit dhe diqitët, sepse mund të kenë ndonjë keq kuptim në këtë drejtim.